Partia Socialiste ka festuar pas ditën e dieshme ditëlindjen e saj të 34-të, teksa të pranishëm ishin shumë deputet socialist dhe qytetar të ndryshëm. Gjatë festës, kryesocialisti Rama u takua veçmas me dy më të përfolurat e kësaj fushate, Zeqine Çaushi dhe Sara Mila, me të cilat shkëmbeu dhe disa batuta. Ndërkohë nuk munguan as takimet me qytetarët të pranishëm në këtë organizim, të cilët prisnin për të takuar kreun e socialistëve dhe për të bërë një foto me të. Gjatë fjalimit të tij, kryeministri Edi Rama u shpreh se ai nuk do të jetë më në oborrin e Partisë Socialiste në momentin që ish kryeparlamentari Gramoz Ruçi nuk do të jetë më aty. Rama, teksa falenderoi të gjithë të pranishmit dhe kontribuesit në Partinë Socialiste, foli edhe për strategjinë që do të njeh vendi në integrimin drejt Bashkimit Evropian. Nëse do bëjmë gjën e duhur në çdo hap dhe do ta adresojmë si prioritet kombëtar të PS-s, do japim një forcë të madhe PS-s në territor, duke u bazuar te njerëzit më të përgatitur. Dua të falenderoj të gjithë pranishmit. Më shkuan sytë e Frok Çupi dhe Ylli Rakipi. Ylli Rakipi rri larg për të thënë që s'jam me ju. Falenderoj edhe të gjithë ata që janë këtu para nesh dhe që janë të pranishëm gjithmonë në këtë sebepe edhe në jetën e partisë. Zysha Arta nuk më ndahet dhe shokun Gramoz që nuk diskutohet që sa kohë do e shoh në oborrin e partisë, partia është në rrugën e duhur. Shqetësohuni për kohën që ai s'do të jetë më në PS, atko se di si do bëni, por s'do jem asun, kështu që shihni e bëni. Një falënderim të posaçëm edhe për sekretarin e përgjithshëm, i cili si gjithmonë në këtë rast ka veshur kostumin e dasmës. Një falënderim në mbyllje për të gjitha gratë dhe vajzat që janë të pranishme, u shpreh ndër të tjera Rama. Ndërkohë, gjatë festës u pa një moment i sikletshëm, ku Rama debatoi me tone të forta me kryebashkiakun e Vlorës Ermal Dredha. Menjëherë pasi mbajti fjalimin, ku nuk kurseu batutat për të pranishmit, Rama zbriti për të takuar disa prej socialistëve që ishin mbledhur para Selis Roz, por takimi me Dredhën duket se nuk ka qenë aq i qetë. Debati me styre është kapur në kamera, ndonse nuk dihet se çfarë i ka thënë Rama, apo për çfarë mund ta ketë qortuar. Nga ana tjetër, Dredha duket në siklet për nga intensiteti i bisedës dhe vendi ku po zhvillohet, duke tentuar ta qetësojë kryesocialistin të paktën siç tregon gjuha e trupit.